Përshëndetje, sot dua të flas për çmimet e shërbimeve të fizioterapisë në Shqipëri, ku një pjesë e madhe e pacientëve bëjnë përzgjedhjen e gabuar sepse përzgjedhin fizioterapistin në bazë të çmimit. Përzgjedhin klinikën e fizioterapisë në bazë të çmimit më të ulët. Por ka edhe ata që bëjnë përzgjedhjen në bazë të çmimit më të lartë, sepse mendojnë që çmimi më i lartë i fizioterapisë ka një cilësi më të lartë. Në fakt, është një përzgjedhje e gabuar sepse përpara se të përzgjedhni fizioterapistin tuaj që do t'ju trajtoj, duhet të informoheni mbi formimin profesional dhe mbi eksperiencën që ai ka dhe më pas të bëni një përzgjedhje të duhur dhe profesionale. Në fakt, ne stimulojmë të gjithë pacientët tanë që përpara se të nisin një proces riabilitimi me fizioterapistin në qendrën e fizioterapisë ku ata besojnë, të informohen dhe të përzgjedhin drejt në bazë të formimit profesional dhe eksperiencës së fizioterapistit, për mos të vendosur në rrezik shëndetin tuaj. Natyrisht, një qendër fizioterapie me një çmim më të lartë mund të ketë një mundësi më të madhe që cilësia e fizioterapisë të jetë më e mirë. Mund të ketë një cilësi më të mirë. Prandaj ju ftojmë të përzgjedhni fizioterapistin dhe jo fizioterapinë. Faleminderit.